Kalojmë të pyetjet të cilët kanë ardhur, thot, jam interesuar për kontakt me një hoqë që largon prish sihirin, magjin me lexim të Kuranit. Nëse mundeni të më shënoni adresën dhe numrin e telefonit të ndonjë hoqë të fortë, jetoj në Kosovë, Allahu ju shpërbleft, nëse më jepni përgjigje të saktë. S'ka dyshim se magjia është një sprovë prej anës Allahut Azza wa Jall. Dhe ai që shëron nuk është hoxha, po ai që shëron është Allahu Azza wa Jall. Pra besimtarët duhen të mbështeten Allahut krejtësisht dhe të kërkojnë shërim prej anës Allahut Azza wa Jall, e jo nga hoxhallarët e fortë. Pra hoxhallarët nuk janë diçka tjetër, vetëm janë ata që e recitojnë dhe lexojnë fjalët e Allahut Azza wa Jall. Ai që e prish magjia në fjalë Allahut e nuk është fjala e hoxhës. E sa i përket, kur jemi të sprovuar nga magjia, së pari duhen të kenë parasysh ata të cilët janë sprovuar me magji, se kjo nuk është një shenjë e keqe, po është shenjë e mirë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sprovuar me të njëjtën sprovë. Pra pas asaj mshehen shumë të mira, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Ndoshta ndonjëherë njeriu nuk e pëlqen apo urren nisën, vetëm është ajo mirësi. Dhe shumë familje kanë depërtuar Islami, praktikimi i Islamit, ka depërtuar Kur'ani, ka filluar namazi për shkak kësaj sprove magjisë. Megjithatë, lejohet pra njeriu që të kërkon shërim, vetëm gjatë kërkimit të shërimit duhet të ketë parasysh se kërkimi i shërimit është ibadet, është adhurim, që nuk lejohet asesi. Sikur që thojnë njerëzit se njeri pizorit shkon dhe në kish apo te prifti, nuk ka mundësi, për shkak se Allahu Azza wa Jall nuk e lejon ilaçin e sprovës tone, ilaçin e sëmundjes tone në një vend që e kanë ndalu. Pra nuk lejohet asesi që njeriu të shkon të shkruan nuska apo ajmalia të ndryshme dhe të pretendon se kam qenë zor apo s'kam pas qare apo kështu me radhë. Por alhamdulillah në kohën bashkëkohore kemi vëllezër të cilët i përmban parimeve islame, të cilën kujdesen që njerëzit të i shërojnë me Kur'anin e Kerim. Pra në Kosovë kemi shumë vëllezër të cilën kujdesen apo mirën me këtë. Disa nga ato që i njoh është në Gjilan, një hoxha i nderuar Lokman Neziri, pra mund të kërkoni dhe të gjeni numrin e telefonit të tij dhe mendoj se ai bën shërimin rukjen sipas parimeve të Kuranit Kerimit. Gjithashtu kemi dhe në Pej vllaun Musliun, kemi dhe në Prizren vllaun Hadith Miftarin, pra keni dhe të qenë të cilët për momentin këta më kujtohen, keni dhe në Prishtinë një vlla besnikun dhe kështu me radhë të cilët vërtet bëjnë rukje sipas parimeve të Kuranit dhe Sunetit dhe mendoj lelusim Allahun Azza wa Jall, pasi që të mirni sebepe të mbështetni Allahut dhe mos dalini dhe mos të pretendoni dhe të thoni se filani më shiroj apo filani, po thuani Allahu më sprovoi dhe ai më shëroi. Për atë Allahu e lavdron Ibrahimin a.s. që na mëson një rregull në aspektin kur të jemi të sprovuar, të sëmuar, thot në Kur'anin e Kerim, dhe kur të sëmura Allahu Azza wa Jall më shëron. Kjo është parim i besimit të besimtarit që krejtësisht i mbështetet Allahut Azza wa Jall, nga se Allahu Azza wa Jall kur flet për magjin Kur'ani i Kerim thot: "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idhnillah", s'kan mundësi ta dëmtojnë asnjëri vetëm me lejen e Allahut Azza wa Jall. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto parime ja mësoi Ibn Abbasit, pasi që ishte voglush i hipur me një gomar, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mësoi Ibn Abbasin, tha: "Ja Ibn Abbas, inni uallimuka kalimat", o Ibn Abbas, do të mësoj disa fjalë, do me thonë që t'ja mësojsh ummetit tim këto fjalë. Pra këto fjalë që ja mësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit, tha kur të kërkojsh ndihmë mos kërko vetëm prej Allahut. E pastaj i tha Ibn Abbasit: "Dije se këtë ummeti më të bu për të sjell dobi, s'kan mundësi me të bën dobi vetëm nëse Allahu Azza wa Jall shlon dobi dhe bereqet dhe rahmet në to, dhe këtë ummeti të gjithë njerëzit mu të bu njerëzit dhe gjinët për të bën dam, s'kan mundësi të bëjnë dam vetëm nëse Allahu ka caktuar që të sprovon." Pra thot pejgamberi Allahu: "Rufiatil aqlam wa juffatis suhuf", janë ngritën lapsat dhe janë terë fletushkat, nuk ndodh vetëm atë që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Allahu më mirë din.